Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, miq të dashur të kanalit Historiete. Ja ku jam sot përsëri me ju për t'i dhënë vëmendje edhe një herë divës së madhe Parashqivi Simaku. Ju e dini që ditën e djeshme Parashqivi Simaku pat një vizitë të mrekullueshme nga gazetari Blendi Fevziu, i cili udhëtoi drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku për herë të parë zonja Simaku filloi të fletë për jetën e saj, foli për të kaluarën e saj. Me pa tjetër që nuk është kjo intervista nuk është ajo vetëm pak që ka dalur, por Parashivia ka folur për historikun e saj, për të kaluarën, për atë që vuajti, për atë që kaloi, por gjithsesi Blendi Fevziu ka nxjerrë një copëzë të vogël dhe unë duke u bazuar te kjo copëza e vogël, unë do të filloj të komentoj. Eltoni Liriani ditë më parë tha që do të flasim. Do të ngritet zëri, do të tregojmë të vërtetën, dhe me patjetër që Parashivia do ta tregon të vërtetën e saj, dhe pse përfundoi aty. Edhe pse Parashivia tha që ishte kërkesa ime, por në fakt unë nuk e besoj se ka qenë kërkesa e Parashivis. Ka qenë dëshira e Parashivis që të rinë në rrugë, që të mos keqpërdoret nëpër ato shtëpia, duke ditur se çfarë njerëz jetojnë aty, por nuk ka qenë dëshira e Parashivis që të jetë në për rrugë. Do me thënë, Parashivia është aq paqësore, aq hyjnore, sa që nuk dëshiron më ta kthen të kaluarën e saj, por dëshiron gjithmonë të qëndron stoike ndaj asaj të kaluare dhe të jetë e fuqishme, e lumtur, e gëzuar për suksesin që ajo tashmë po korr përsëri tek shqiptarët. Unë jam munduar të përmbledh në një kronologji, në fakt të gjithën këtë historik. Në një intervistë të rënqethëse me gazetarin Blendi Fevziu që pritet të transmetohet sonte në mbrëmje, këngëtarja e dashur e brezave Parashqivi Simaku ka ndarë për herë të parë një copës të panjohur nga jeta e saj në emigrim. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një rrëfim të sinqert, të zhveshur nga çdo filtër, ajo foli për ditët kur jetonte si e pastre në rrugët e New Yorkut. Një realitet i lartë nga shkëlqimi i skenave shqiptare, ku ajo dikur ma gjepste publikun. Pse mos të rija jashtë? Isha jashtë sepse zgjodha të jem, tha ajo me një qetësi që vetëm një shpirt i lirë mund ta mbajë në një situatë të tillë. Në atë kohë qindra amerikanë ishin jashtë si unë. Ne kishim vende ku të shkonim, por unë zgjodha të rija jashtë. Ishte e imja. Ndoshta për shumë kënd kjo deklaratë do të tingëllonte e çuditshme, por për Parashjevin, një grua që gjithmonë ka refuzuar të jetë pjesë e skemave të imponuara, një artiste që s'e pranoi kur kompromisin me shpirt, kjo ishte një zgjedhje ndërgjegjshme, një akt rebelimi, por edhe pastrimi, jo sepse s'kishte mundësi, po sepse ndonjëherë liria ka një çmim që pak janë të gatshëm ta paguajnë. E lindur për të kënduar, Parashjevi Simaku u shndrua në një nga figurat më të dashura të muzikës shqiptare në vitet e 80-ta. Zëri i saj kristalt, interpretimet e pasionuara dhe prezenca e saj karizmatike e bën një ikon të vërtet të skenës. Por në momentin kulmor të karrierës, ajo zgjodhi, apo për atë zgjodhën që ajo të largohej. Të gjithën këtë do ta kuptojmë në intervistën me Blendi Fevziun. Shkoi në Amerikë, jo për famë, as për pasuri, por për një jetë të re, ndoshta për një qetësi që nuk e kishte gjetur në vendin e saj. Por Amerika nuk i fali gjë. Ajo e priti me dyer të gjysmë të hapura dhe zemër të ftohtë. Ishte Amerika që e priti kështu Parashjevin, apo ishin njerëzit inatçor të cilët i adhuruan Parashjevis këtë ndjesin. Dhe Parashjevia, në vend që të ndjek rrugën klasike të një emigranteje që kërkon stre dhe siguri, vendosi të jetonte në skaj, jo si viktim, por si eksploruese e vetvetes, siç vetë pohon, e quaj një pjesë të mirë të jetës time, absolutisht. Disa muaj më parë, ndoshta si shenjë që jeta artistike nuk ka mbaruar për të,
Parashevisi Maku bëri një rikthim të papritur. Publikoi një videoklip të ri për këngën Dashuria, një këngë e vitit 2006. Nga albumi i saj Echoes from Illyria. Zëri ishte po ai, i qartë, i ndjeshëm, i paprekur nga koha. Një kujtesë se talenti nuk vdes, se dashuria për muzikën është më e fortë se çdo stuhi jete. Në një epokë kur të gjithë flasin për suksesin, për pasurinë, për lavdin, Parashevisi Maku guxoi të flasë për lirinë që gjeti në varfëri, për fuqinë që gjendet në përullësi, për krenarinë që nuk matet me shtëpi, makina apo skena. Ajo tregoi se ndonjëherë të jetosh në rrugë është më e ndershme se sa të jetosh një jetë të reme brenda mureve të ngrohta. Parashevisi Maku nuk ka nevojë për rikthime madhështore. Ajo ka lënë një trashëgimi që do të jetojë gjatë. Por me këtë intervistë, ajo ka dhënë një mësim edhe më të thellë se çdo këngë, jeta është një udhëtim i brendshëm. Dhe shpesh lavdia më e madhe është të ruash integritetin dhe shpirtin tënd, edhe kur gjithçka tjetër rrethon për të ndryshuar. Në një botë që e mat vlerën e njeriut me ndjekësit në rrjetet sociale, Parashevisi Maku na kujton se njeriu matet me përullësinë, me fuqinë për të qëndruar i vetëm në rrugë, por pa humbur veten. Eja të shkojmë të kënaqemi, se njerëzit nuk duan të dëgjojnë të shkuara dhe të haruara. U shpreh ajo, në fund me një buzëqeshje që mbart 1000 përvoja. Por për ne, ato të shkuara e të haruara janë thesare që duhen dëgjuar, ndjerë dhe nderuar. Parashevisi Maku nuk është thjesht një këngëtare e njohur. Ajo është një legjendë e muzikës së gjallë shqiptare, për shumë shqiptarë që u ritën në vitet e 80 dhe 90. Emri i saj lidhet me kujtime të bukura, familjare, festivale madhështore dhe emocione të pastërta. Por askush nuk e kishte imagjinuar se pas largimit nga skena, ajo do të zgjidhte një jetë aq ndryshe, aq larg dritave dhe duar trokitjeve, me rrëfimin e saj të sinqertë. Si Maku ka thyer një tjetër tabu, që artistët nuk janë të paprekshëm dhe shpesh më të ndjeshmit zgjedhin rrugë për të tjerët që nuk i kuptojnë. Është e rrallë që një njeri të pranoj publikisht se ka zgjedhur të jetojë në rrugë. Shpesh, pas trehët shihen si viktima të fatit, por Parashevia na sfidon këtë perceptim. Ajo nuk e përshkroi jetën e saj në rrugët e New Yorkut si një dështim, por si një periudhë të thellë reflektimi dhe lirie. E imja ishte, përsëriti ajo, duke i dhënë një kuptim të ri asaj që për shumicën do të ishte fundi. Në fakt, për të ishte një fillim i ri, një hap i vetëdijshëm drejt njohjes së brendshme. Rikthimi i saj në muzikë me klipin Dashuria është më shumë se një projekt artistik, është një dëshmi se ajo kur nuk e braktisi veten. Pavarësisht gjithçkaje, zëri i saj mbeti i njëjtë, i pastër, i fuqishëm dhe mbushur me emocion. Kënga duket si një mesazh për të gjithë ata që e kishin haruar, si dhe për ata që mund të ishin djerë të humbur në një moment të jetës së tyre. Si Maku nuk këndon vetëm për dashurinë mes dy njerëzve, por për dashurinë ndaj jetës, ndaj vetvetes dhe të vërtetës së brendshme. Parashevisi Maku është një grua që asnjëherë nuk ka ndjekur rregullat e të tjerëve. Në një sistem që kërkonte uniformitet, ajo guxoi të ishte ndryshe. Në një vend ku artistët shpesh lidhen me pushtetin për të mbijetuar, ajo zgjedhi heshtjen. Dhe në një botë që kërkon sukses me çdo kusht, ajo zgjodhi të humbiste gjithçka, vetëm për të ruajtur veten. Në rrëfimin e saj nuk ka keqardhje,
as ankesë, vetëm një qetësi e rrallë, që vjen kur e ke jetuar jetën në mënyrën tënde. Historia e Parashivis Simakut është frymëzim për çdo njeri që është ndjer i humbur, i vetëm apo i menjanuar nga shoqëria. Ajo na mëson se suksesi nuk matet me çfarë kemi jashtë, por me paqen që kemi brenda, se ndonjëherë të ecësh zbathur në rrugët e një qytetit huaj mund të jetë më fisnike se të ecësh me luks në një jetë që nuk të përket. Dhe mbi të gjitha na kujton se një artiste e vërtet nuk vdes kurrë. Ajo mund të heshtë për një kohë, po kur kthehet me një fuqi që lë gjurmë në zemra. Do të kemi fatin ekskluzivisht në emisionin e Blendi Fevziut të ndjekim se kush e largoi Parashivin Simakun nga djali i saj, se çfarë është për një nënë të qëndrojë vetme dhe se sa ka vuajtur kjo nënë për të rikthyer përsëri në krahët e të birit.